kjo kom pjesa më e rëndësishme që unë kom dashur me punu, për shkak që shumë shpesh edhe disponimi i partnerit ndikon edhe te ty, anasjelltas. Fillim u kom pak sfidë për shkak që na jena mësu në një farë lloj jena mësu veç në një lloj të prindrimit ose një lloj me pa që veç nana e kryen punën e edukimit, mirët me fëmijë, edhe baba shumë pak. Tani ka qenë pak sfidë, normal, burri jam është gjithmonë u kon i gatshëm me bashkëpunu, me ndihmu, edhe pas një edukim sa më të mirë, po normal tani deri dikun mund me ka qenë pak sfiduese se nështa unë jam kun shumë e ngarkuar në gjendjen emocionale se u dash me mbledh shumë kur djali jam ka qenë në moshën që fillon me kuptu emocionet e veta, që ja nis me vetë rregullu emocionet e veta, ka qenë sfiduese për mua. Tash ai tu i vetë rregullu, unë kom mësu bashkë me to që vetë rregullohen emocionet, se nuk është që kom pas ndaj sens të vetë rregullimit të emocioneve në moshën e tij.